I thoshte se do vemi te shtëpi publike. I thoshte burri tim vendet fërkonda atë. Tjetër. I thash motrës, motre nuk është për ty. Jo më tha ma do ndryshoj. Edhe në Durrës e ka rau se pinte. Unda 3 herë. Nuk e di pse ajo e do, ai shumë. Ai e merte zvar Peleshi, mbetën deri sa sa e çon në gjendje të rëndë që llogarit nuk lante edhe veten e saj. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do të lidhemi me një zonjë, ajo quhet Lindita, e cila do denoncojë burrin e motrës, pasi ky i fundit e ka keq trajtuar dhe ne ka braktisur motrën në spital. Por kush është historia e Etleva dhe Irfanit, çifti që sot janë ndarë dhe fatkeqësisht Etleva ka përfunduar në shtrat e Sëmur, do të jetë motra e saj Lindita që do e denoncoj këtu në live me Odetën. E dashur Lindita, përshëndetje nga Tirana. Edhe unë nga Greqia. E dashur, jemi të dyja së bashku sot për të folur për fatin e motrës tënde, Etlevës, që fatkeqësisht ndodhet në një karrike me rrota dhe ka pasur një martesë shumë të vështirë. Mund të më tregosh çfarë ka ndodhur me Etlevën për ta ditur historinë? Tani motra ime po bën 20 vjet që vuan atë kështuja. Në Greqi ne për atë bëjmë smos. Ai nga njerëzit e tij nuk ishte asnjëri. Më lejon të pyes, Lindita, më lejon të pyes për Etlevën sot? Çfarë moshe është martuar Etleva? Po bën 20 vjetë. 19 vjeçë duket. Si ka qenë kjo martesë me Irfanin, me blesëri apo me dashuri? Po, nuk e di unë njoftën atje, kishte motrën atje. E neve, në komshi. Po? Edhe unë njoftën atje. Por ata u martuan dhe si ishte jeta e tyre? Çfarë të ka treguar motra? Motra në fillim e donte. Unë e kuptova kur ishte këtu në Greqi, edhe më tha motra, siç bëjmë ne pashkët këtu janë, më tha mua, me qenë se është edhe burri im, më tha mua, merre dhe ti atë ata për drejta tje, në rregullit ashtu. Siç bëjnë motrat për motrat, të tëra motrat. E morëm ne, baki burri me gjithë vllajtin edhe me gjithë bazenakun. Ku punonte kyja. Vajti dhe kërkonte dhe nuk e gjeti. E gjeti pasaj, takoj ca berac atje ky burri me ca me gjithë burrin e motrës edhe me vllatin. Edhe i thanë ata beracit, çfarë ke këtej? Se mori 2 bira i, për 5 veta mori 2 bira. Nuk e kishëm problem se mori 2 bira i, se ne nuk jemi të ashtu. Që e keni këte taj? E ka ky punatim, ta e ka bëgjenak. O me ke keni renju, ta jesh gjenjeshtare su. E mirë, e lante. Pina të dubira të erdi, do vinte të mua. E mori, i thoshte se do vemi të shtëpi publike. Kujt i thoshte? I thoshte burri tim, kunati ti edhe vllai tim, ky. Irfani, burri i motrës. Rifani. E çonte njëra ishte mbyllur, e çonte tjetra ishte mbyllur. E vete në Kardic këtu kur i unë tania, ven gjen një hapur atje dhe do veni unë futëm ta. Vllai im, burri im edhe kunati me fjalë burri i motrës. Rifani e ta me të pinë në një birë në gjë, ky vati e mori me shoqërus. Po më shokon. Po, e mori me shoqërus. Qa do bëjmë të burri me gjithë vllanë edhe me atë, me punatin. I tha burri im vllajt, e shikon qa bëjmë i tha, po qa të bëjmë? E mirë. Ikën këta, iku burri im me gjithë kunatin, me gjithë vllatin, ikën klub tjetër, se nuk e shikonin dot atë që vendet fërkonda atë. Tjetër, vllai im.
edhe burim. Po mirë, vlla jot nuk i kërkoj llogari si mund ta bësh të gjë ti përpara meje kur ti ke marrë motrën time për grua? Sa kjo është e rëndë. Ja të thoshtë ai në klub të atije. Më mbrapa e thaj. Dhe çfarë ndodhi më pas? Se është e rëndë, o Lindita? I thash motrës, motre nuk është për ty. Jo më tha ma do ndryshoj. Motre, nuk ndryshon ai, lloji i thash. Ai në pa që erdi te mua, e mori e qoj burin tim atje, edhe vlan të endi thashu, ti ishte vla i vogël, e kishte rrallë. Se vllai ai gëzimi që është tani, ai e ka ndarë vllai tim. Por kur ti ja the motrës që ai ka shkuar në një shtëpi publike dhe si reagoi Etleva? Ishte fejuar kjo. Ka qenë koha që kanë qenë të fejuar, nuk ishin martuar. Kanë qenë të fejuar atëre. I thash motre ndau i thash, se nuk është për ty ja. Po jo do ndryshoj, jo kështu motre, i thash nuk është për ty. Bej qa të duash, unë këte të thash, e kena mua, ndash ma mirë për mirë, ndash ma mirë për teshti thash. Mos më thosh nesë që ajo, nuk më the. E mi vazhduam ta. Etleva nuk të dëgjoj, e donte Irfanin dhe u martua. Po, e mori pa dasëm. Ajo nuk na ka dëgjuar as njerë. Jo vetëm kësaj radhe. As edhe njerë. Etleva. Merrte mendjen e Irfanit. Dhe si vazhdoi më pas jeta e tyre? Vazhdoi pasaj ikën në Athina pasaj u smuru bekeq, si çfa zotria, që nuk na ndihmoi asnjë. Që ne kemi ndajtur te koka atje. Po mos ishte xhaxha im atje. Motra ime do kishte vdekur. E kishte se xhaxha im i madhi ka martuar çupën me grek. Edhe kapi drejtorin e madh. Buri çupës xhaxhaj, Po. që i ben erën e fundit, se ishte në atë të fundit motra ime. Por ndalemi pak, marrëdhënia e Etlevës me Irfanin si kanë qenë? Përpos që ai e ka tradhtuar, nuk ishte një bashkort i denjë sipas jush, a ka pasur dhunë mes çiftit? Po, ka pasur. Këtë gjë u ka treguar Etleva? Mua, ma ka treguar mua motra. Por pse ka ndodhur kjo dhunë? Pinte. Konkretisht e dashur Lindita, çfarë të ka treguar Etleva? Edhe atëre të pusi gazi që thoshte ai, që më ka denoncuar vjeri, ai nuk e ka denoncuar babain. Po ai uzu me punëtorët atje dhe denoncoi drejtorin, edhe odhi në gjyq drejtorin. E dinte se do fitonte. Por mund të më tregosh çfarë të ka treguar Etleva për bashortin e saj Irfanin, ish bashkëshortin, sepse në këtë momentin që ne flasim, Etleva nuk është e vetëdijshme të flasi dhe të tregoj çfarë i ka ndodhur. Edhe në Durrës e ka rrau se pinte, unda 3 herë në Durrës. Edhe kam vajtur në Durrës, unë i kam dërguar lek, kam marrë në Greqia dhe i kam dërguar lek. Edhe rinte, tujte, e rinte. I thyen të gjera, këtu në Greqi pinte, i shiste gjera komplet. E rinte. Por pse motra jo? Nuk e di pse ajo e do, aq shumë. Nuk e denoncoi asnjëherë dhunën nga bashorti? E ka denoncuar për të denoncuar. Në Shqipëri në Durrës, edhe në Kuçova e ka denoncuar. Dhe policia nuk mori asnjë mas? Policia mori mas, se futi brenda, ca ditë edhe doli. Ajo mori urdhër mbrojtje atëre. Edhe ju lut fëmia. O ma, mere babës e gjuna, o ma, se vinte ore minut, kalonte te dere shtëpisë. Sepse ata të dy kanë sjellë në jetë një vajzë e cila sot është sa vjeç është vajza? 11 vjeçe është vajza. 11 vjeçe. Ndërkohë
Kur e leva të tregonte dhunën, unë besoj që ti si motor i ke dhënë këshillën që divorcoje, nuk e që do atë burr. Po, doja ta merrja në Greqi, po nuk ja vaj. Çupën. Por çfarë ndodhi më pas? Ata jetuan bashk sa vite? Deri sa u smur, sa e çon në gjendje të rënd që llogarit nuk lante edhe veten e saj. E dashur Lindita, motra juaj u sëmur jo për shkak të burrit, por ishte një sëmundje që i erdhi fatkeqësisht. Jo, tani, jo atëherë, tani. Motra ime punonte menuesen e xhaxhait aty te një lokal. Po, Ai vetë ore minuti kërkonte lek. Sa u zua dhe në atë të lokalit. Vende i pirë. Dhe pasaj kaloi motra ime. Punoi dhe te kopshti në Durrës, edhe atje e nxori, se vetë kërkonte lek. Pa mbushur muaj. Leca thot ai që nuk ka punuar motra ime. Ai e merte zvar peleshi, na shkalte dhe tishte zvar, ja i loj. I thyen të gjerat e shtëpis, të tëra, tramakse çupa. Edhe çupa thoshte atëre, lere qa thot tani ajo për mua. Pastaj e më thoshte mua kështu për babi. Se tani e mësojnë të tjerit. por si ka mundësi që gjithë kjo dhunë ushtruar ndaj Etlevës dhe Etleva e dashuronte dhe nuk kërkonte të ndajë prej tij? Ajo dhe tani e do, edhe tani. Po e dava unë atë, se na shkatroj ne si familje, si motër, si vëllezër, se merrte baban në telefon, kur ishte në spital, vjem lek ti, që ti shërbej unë çupës tënde. Baba ime e ka detyrë t'i japi lek. Është e dhimbshme në fakt. Nëse situata Ose ai, ku i ka motër, vëllezër, baba, mama, që ja shikuan atë nusën, po nuk i vajti asnjëri, se me vlla nuk fletej, nuk shkon. Se pi. Janë zënë kush e disa herë, se i kishte dalë autobusit përpara, e kapi shoferi, të vllanë ati të orën merë vllanë mbaj, se do ta shtypin për turp. e kuptoj. E dashur Lindita, në momentin që motra juaj për shkak të bashkëtesës me një burr të padenj që ushtronte dhunë, presion, dhunë fizike, dhunë psikologjike, ajo posoi dhe probleme të shëndetit mendor, i e paaft për të menaxhuar veten e saj. Ju morët me njëherë masa, besoj. Po, unë mora masa. Dhe bët Mora. Edhe kam denoncuar në Durrës. Se merrte baban tim në orën 2 të natës. si ndodhi divorci? E kërkova unë divorc. E dashur Lindita, mund të më tregosh procesin e divorcit? Do me thënë, përpara se të bësh divorci ju morët motrën, në atë gjendje që ishte paralizuar karike me rrota, ai nuk i shërbente, besoj. Jo, ai kishte lënë në spital. Po vende një muaj në spital. Më merrte ore minut man në telefon, se 20 ditë ndajti vllajin. Vllajin kishte hallet e tia. Do ishte, do punonte. Po. Do rinë njerëzit e mi. Ai e ka vrua. Më merr ky në telefon, hajde se ngela pa punë. Unë isha me paralizuar, isha me paterica për vete. Me operova kupën e gjurit, 20 ditë po bëjnë. E mirë vajtat e motra. Se shtaj zotëria, ka vajtur atë ditë edhe ka marrë. Unë kam ndetur 2 javë të motra në spital, edhe asnjëri vetëm ditë të fundit ka ardhur vjeri me vjerën. Edhe asnjëri tjetër ta shikonte. Por vjeri me vjerën që ishin të motrës, si reaguan në këtë situatë? Dhe atyre s'ju ka ardhur mirë që djali i tyre është sjellë kështu me nusen? Po, ja tashun. Vjerës edhe vjeri. I tashun, dëgjoj tashun. Ju
time të shumë. Po të jena, jo pse tu ashtu, pse ashtu. I tashun, e mbani tashun, i ka kushtet kuj tashun që ta mbaj tashun, apo të vej të pi tashun edhe ta leja tje tashun, ta ngren papir si që ka lejnë spitalit tashun. Nuk vete, as të jepte për të vrena së në gjesë, më thoshin njerëzit e dhomës, edhe ato, krye efemere. Dytëron të ato që ta lanin, ta shplanin, nuk kishën punë ata që ta lanin dhe ta shplanin. E qartë. Ky merte zjeshi me doktorin, do vesh që të më pastroj gruan. Ore nuk kam punë që të veja unë të tjera pastroj gruan pastroj tita, jo nuk e pastroj dokun. Oti firmën deri sa të ngrihet në kem i tha, unë nuk e marr gruan. Kështu është shprehur në spital, që unë nuk e marr gruan derisa të ngrihet në këmbë. Jo, nuk e marr. Më tha doktori, bere mirë më tha mua, isha me paterica. Ti e na për veten tënde më tha mua, bere mirë që erdhe më tha mua se ne shkalluam na i tha se ai nuk mbahet ta. Ai vetëm pi dhe ben shere. Donte të më godiste mua atje. Po ty përse do të godiste? Donte të më godiste se i thash unë e kishte lënë në gjendje të keqe, llogarit i futesh i gishti brenda, këtu mbrapa, as pastrim as gjë. Ajo motra ime nuk flis atëre, as goja as një gjë nuk ishte. Situata ka qenë e rëndë, e kuptoj. Dhe çfarë ndodhi më pas se dashur lindi ta? Më tha i që ishte një gjithë të ballë për ballë, më tha mua më vjen keq, më tha mua po qa e ke, më tha mua. Pse e tashu, që ta dijam qysh ishte. Ai nuk i ka shërbyer, dhe kur vinte ushqimi, tha mua ai nuk ishte këtu. Merte sanduiçe dhe donte t'ja ite me të fortë. Pa ante do t'ajo sanduiç. Në atë gjendje. E merte shkunte, tha. Të mërshme. Më tashu me ka motre, tashu, ke bërë shumë mirë, më tha më që erdhe, më tha mu. Edhe më kanë dzirë, e dite se s'kisha mlek, më kanë dzirë se e ka marrë una, që më tha doktori mere, që se le këtu, babi nuk donte ta merte, se e mori për zdytje, undati njerë, edhe e mori për zyti pa pyetur, nuk donte ta merte në shtëpi babi, na jo e që kokë fort babi. Pse ishte ndarë dhe njëherë për para, motra? Ndati, edhe e mori prapë. Dhe kjo është histori e dhimbshme dhe më vjen keq për Etlevën. Ti e more nga spitali dhe e çove te babai, motrën. Jo, nuk donte ta merrte babi në shtëpi. Po mamaja më thoshte bjere, më thoshte mos e lë supën atje. Bje ta shikoj këtuja. E mirë, me ta doktorit u kështu fol ti, tash se unë me babi nuk ndreqen dot se nuk donte ta merrte në shtëpi, më mirë të vdeste atje, sa pas e në shtëpi më thoshte. Por pse Musa ju sol kështu? Pse se nuk e dëgjoi baban me jo. Iku. Dhe odi poshtë baban, aty ka të drejt babi. E qartë, por sido që të jetë në atë gjendje të mjerueshme që kishte përfunduar Etleva, nuk mund të lihej në rrugë. Në jo. E mori, pasaj u bim babi, e mirë ta bie ma ta. Pra ka qenë doktori që ja ka kërkuar këtë gjë. Babait që ai ta pranonte vajzën në shtëpi. Po, kështu që. Në momentin që Etleva shkoi në shtëpi, ajo nuk fliste. Pa fliste atëve. Nëna besoi ka shërbyer fillimisht. Jo, mami nuk kështu, ishte smur për vete babit. E kisha të smur mama. Vazhdon dhe sot e kësaj dite babai të kujdeset për Etlevën. Por dua të ndalim te marrëdhëniet me vajzën e Etlevës, ti më the që është 11 vjeç. Me vjetën. Gjykata i divorcoi. Kujdestarinja hoqën Etlevës se nuk ishte e aftë të kujdesej, sigurisht dhe e mori babai kujdestarin,
Por si ka mundësi që i vendosën një detyrim ushqimor nënës kur ajo është e paaft për punë? Dëgjoj mua, gjykata atëre mua ajo gjykatësia me fjalë më tha mua e ka kjo në përgjithësi çupën. Po. E mirë e ka kjo. Një për një do ta mbaj ky më tha mua. Edhe pasaj e mirë tash, më ta mbaj ai tash. Kështu e lamë. Nuk e diun që do të jep një na atite dhe do pagonte kjo lek. Ne më mbrapa e morën vesh, nuk morën vesh gjë, nuk më ka gjë. Por Katja. Etleva është e pamundur të pagojë atë detyrim ushqimor. Ndërkohë ajo e kërkon vajzën? E kërkon, për vajzën i pikullon. Pikullon, a i tani nuk janë gjirë se të spagojnë me lekt. Kjo është e turpshme. Por vajza si ka marrëdhëniet me nënën? Besoj e do dhe ajo nënën e vet. E do, vajza e do. Po edhe babi me do në besën. Pavarësisht se gjyshponi ajo për gjyshin. Por pse? Tishtë ashtu, një minutë, tishtë ashtu nuk vete vlajin edhe e merte. E ka quar nga njerë vete i çupën të jema, as njerë. Edhe na denonsoi në bashki. Pse? Për të fituar që të marri shtëpi, të marri vendim që mban çupën. Më ka marrë mua bashkia. Kështë alinja mu motrën në spital. Spitali kur ai më thotë mua mere që në shtëpi se nuk e mbajnë dot. Ku ta alinja më të shumë? Leve qa thot ai të shumë? Por edhe denoncoj dhe babin, që nuk i jep lek. Kishë marrë dhe babin, që të merte për vajzën, se nuk i shërben të vajzës. E dashur Lindita, por pse vajza, mbesa juaj 11 vjeçare, i ka prishur raportet me ju? Ti më thej që ajo ka qenë shumë e lidhur me ty. Po, ka qenë e lidhur, po ajo pse i mora maman. Pse i ndave maman nga babai? Po, vetëm na kjo. Ta ka shprehur, ta ka thënë? Po, ma ka shprehur. Çfarë të ka thënë konkretisht? Se ma more maman, se ma more maqove të gjyshi maman. Ku ta leu maman? E lan doti, e shplan doti, i të shumë. Ti sot ke kontakte me mbesën? Jo, nuk flas. Nuk të merr në telefon? Jo, edhe kur e marr unë nuk ma hapi. Asnjëherë nuk doj. Është vajza që nuk do apo nuk e lë babai? Po, normal, ai cele. Se ti është ashtu, pse kur vati për vitëri, pse kolla me besën mu? E mësonjam, jam, keqen tezja, i tashu, mbaj afër mamin, i tashu, dëgjoje mamin, i thash, se do rritesh, do bëhet mirë mami, do jeni të dyja, i thash. Ajo do që ta bashkoj me atë prap. Po bashkua, motra ime prap me atë, motra ime do vuaj prap. Por unë mendoj që motra juaj nuk është më e aftë të krijojë një martesë. Po, çupa do. Mirë, okay, ajo është 11 vjeç dhe kërkon që mami dhe babi ta ketë pranë dhe është e dhimbshme kjo gjë. Padyshim që çdo fëmijë do këtë gjë, por ndoshta duhet ja shpjegosh situatën që ajo ta kuptoj. Ja kam shpjeguar, unë ja kam thënë. Mamaja jote nuk është me për babin tënë tani. Sa të të meu? Se nuk e kupton ajo, është 12 vjeçe tani e. E dashur Lindita, gjithë problemi juaj më i madh është që përpos që ti po denoncon ish-dhëndrin, burrin e motrës që e ka keq trajtuar, më tregove gjithë jetën e Etlevës. Një minutë. Edhe më ka ardhur Etleva, ku kam qenë këtu dhe ajo ka qenë në Greqi.
Ishte dhe me atje ku punonte, e kishte rrau krye dhe e kishte futur në burg. Ku në Greqi? Në Greqi? Në Greqi. Po. Në Greqi. Erdhi me gjithë vlla, me gjithë motrën erdhën të shtëpia ime. Ajo rinte në Afrin, unë ri këtu në Kardec. Po. Erdhën më kërkuan ndihmë që ta ndihnin në burgu. E nxorëm. Prapa ja ata vazë bende. Këtu e 10 vjetë. Edhe babi im atëre që nuk i flet vendri, e ka gjetur në disko. Që tha që po taunin, ta ake pide ti në i gotë që ta po shokët e ti. Që babin ti me një tërë kuqova. Ata nuk e dinin që e din që vendër. Dhe një baba nuk ndjet mirë kur shikon burrin e vajzës që ndodhet në një disko dhe vajza sakrifikon dhe punon nga mëngjes deri në darkë. Është e kuptueshme kjo situatë. Ti më denoncove dhunën e vazhdueshme që Irfani ka bërë ndaj motrës tuaj, por ndërkohë ajo kurrë nuk e ka divorcuar dhe ti më tregon që ajo vazhdon ta dojë akoma. E di unë që e do. E di unë se unë ja blej mendjen asaj. Por gjithë meraku jot, përpos denoncimit të Irfanit, është meraku i motrës që çfarë do ndodhi me fatin e saj. Të mendosh ti jeton në Greqi, ke familjen tënde, vllai ka familjen e vet, babai është në një moshë të thyer, e keni menduar e dashur Lindita sepse ajo është vetëm 43 vjeç dhe ka nevojë për kujdesje. E kemi menduar po çfarë bën, ku ta linja unë atje në spital ja qysh thua ti, e ti motrën tënde në spital. Jo. Unë jam zënë dhe me fëmijët e mi këtu që kam ikur atëherë për motrën time dhe me burrin tim ka prishur makinën. E kupton? Se i ka në Shqipëri për motrën. Se nuk e dëgjova. Burrin. A kupton mua? Kam si motër, po të flas si motër. Të besoj qartë Lindita që Ai pati do më qonte të këteli autobusit, i ra porturës, prishi makinën 300 euro. Rotën me gjitha ato, se i ka una. Qështë ta linja mu motrën atje. Ajo nuk fliste. Jo, ti ke bërë shumë mirë, e kuptoj që janë sakrifica të mëdha. Në një farë mënyrë shkatron dhe familjen tënde për hir të motrës, por ke bërë një sakrificë të madhe dhe të kuptoj, por ndoshta ju sa motra dhe vëllezër jeni? Jemi 4 motra dhe 2 vëllezër. Vllai që është atje me motrën, është edhe një vlla këteja. Ndoshta të bëheni të gjithë së bashku, të shtoni nga një shumë modeste dhe ta çoni në një qendër ku ajo të marrë mjekim, të kujdeset dikush, flas për të ardhmen. E morëm terapistin në një muaj, ai tha nuk reagon kjo, tha. E la. Po, gjendja në të cilën ndodhet motra juaj, ndoshta e mund të jetë për gjithë jetën në karrike me rrota dhe s'mund të ngrihet më. Por në një të ardhme, babai juaj e pat ta ketë jetën e gjatë, 200 vjeç u bëft. Por të mendosh ai është 78 vjeç, fuqit do t'i bien, do vi një moment që do largohem nga kjo jetë, se nuk jemi të përjetshëm. Nuk do thajemi mbi këtë tokë. Ndoshta të bëni të gjithë së bashku, motra vëllezër, të shtoni nga 100-150 euro dhe me atë shumë të pagoni një qendër ku të kujdeset dhe ajo atje të flej, të haj, të pi, të marrë mjekimet, sepse është shumë e vështirë. Po kush i bën ato pa, se cili ka familjet e tia, se është një ditë edhe 2 ditë. E di që nuk është një ditë e 2 ditë, por unë besoj që nga rroga jote, nëse ti hesh 100 euro në muaj, për e levën nuk do të kushtoj asgjë. Moj, se unë po jesh, po si jesh tjetëri pa. Po dhe në rrugë të madhe nuk do ta lini. Unë ajo të shkruajta se mos bënin në gjeme për kempin. E qartë, kempi është një gjë që asaj i takon dhe ajo do e përfitoj kempin dhe unë të premtoj që do lidhem me institucionet për të ndihmuar për kempin, se meriton kemp, do dhe një kujdestar të kujdeset për ta. Patjetër.
Vetëm për atë, për kempin, pastaj mbase ndihmojmë dhe ne pastaj në një çik, se sa do 600.000 lekë që ta çosh në atë spitalin që duam ta çojmë ne, është një spital italian atje në Tiranë. E kuptova. Kisha italiane te rruga Elbasanit, nuk ka bërë. Ka plot spitale dhe qendra të tilla që janë private dhe mund të marrësh çdo lloj shërbime. E dashur Lindita, ti ke pasën të marri gjysmat ajo, gjysmat i vend neve. Pra, ju mendoni që ajo të marri një kemp të plot që gjysmat të pagohen nga kempi i saj dhe gjysmat i jepni ju si motra dhe vëllezër që ta ndihmoni e të levën, dhe kjo është një ide shumë e mirë. Dhe të premtoj që do lidhemi solucione dhe do bëjt pamundrën për kempin e Etlevës. Është një skandal që ajo ndodhet në një karrike me rrota, e paft për të kujdesur për veten e saj, dhe kempi e pror nuk i jep kemp motrës tuaj, kempi që ajo meriton, parat që ajo meriton. Se ajo ka një kemp, kur ka qenë në Greqi atëherë për zemër me një 70.000 lekë. Edhe e merr kempin ti. Pa ajo është invalide. Ajo është invalide sot, është karrike me rrota dhe duhet trajtohet ndryshe motra juaj. Se 70.000 lekë të vjetra asaj nuk i dalin pampers. Ja ka shkruar doktori që do ngrihet në kemp, do ngrihet me shkop. Na jo nuk ja japin. E turpshme. Po kush është ky doktor që do ngrihet në këmbë? Dhe pse nuk është ngritur motra juaj në këmbë? Se ju këtë kërkoni, që ajo të ngrihet në këmbë, të jetë aftë për vete. Po ma gjimoti të drejtën. E çoj 3 herë babin në Tiranë dhe nuk ja dhanë. E marrin të tjerë që janë të rregullt, e marrin kempin të plot. Me lek, s'ke me lek, japin 2 milion lek. E dhimbshme, por të premtoj, sinqerisht të premtoj që do të ndihmoj në këtë pjesë dhe do interesohem. Por ti ke kërkuar që të kesh përballë edhe ish kunatin, Irfani. Më lejon ta marr këtu? Lindita ka kërkuar që t'jetë përballë kunatit të saj. Unë do tentoj ditën e sotme ta telefonoj Irfanin që ai t'jetë përballë ish kunatës për akuzat që kanë bërë ndaj njëri tjetrit. Irfan, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt isha duke folur në këto momente me Linditën. Po? Dhe ajo tenton që të ketë një përballje me ty. Me mua? Po, me ty. Nuk do kesh shans. Por ajo të ka akuzuar që ti e ke dhunuar motrën e saj, ajo të akuzon dhe kërkon që të flasim me ty. Ti pse nuk pranon të flasësh me të? Kur ajo të ka akuzuar dhe ti e akuzon? Në mua i vdekur dhe ka për mua i ka hapur për qanë pas të lutem. Se një i vdekur se e le motrën time në spital. Po dhe firmu dhe tje, desa të ngrihet në kemë. Edhe më merje mua në telefon, hajde të motra se të ikim punë. Ka marrë në telefon, ka marrë kjo më të marrë pjesë mëj. Më ke marrë ti o maskara, më ke marrë ti dhe ka marrë me paterica. Ka marrë në ty. O maskara. E këto, të qenë një lëshimoj. Ale, edhe thashe s'ka punua motra ime, dhe një i pira ti e do një lek, kërkoj një lek nga motra, edhe e zishe e me ti që të darë. Të lutem, të kesh tu, ti e maskara, ti e maskara, edhe ati të kushti i venjë i kërkoj një lek o maskara, dhe sa e nëzorën në ndije. Në fakt, e fiku, Lindita, e fiku Irfani doli nga kjo lidhje. E dashur Lindita doli nga lidhja dhe realisht ai nuk donte të bënte një përballje me ty, vetëm pak minuta folët me njëri tjetrin. Edhe ai u tregua agresiv dhe mua vjen keq për këtë situatë. Po ai me mua nuk përballet dot se unë i di të tëra gjëra. Na jo nuk përballet dot ai. Edhe kur vajtëm në gjyq, më futi avukatja brenda në gjyq, i tha avukatës, nxjerrë atë për jashtë ai tha.
Dile dhe ti i tha avukatës, mua i tha avukatja, në gjesh ti për jashtë, e di që atë bej unë tha. Unë të ve prangat këtu në vend, i tha. Edhe qa nuk i ka shkruar mesazhe avukatës, gjoja që kur e ka hedhur unë firmën për bendarjen, po atë e hodhi motra ime. E qartë, ju nuk gjeni dot një gjuhë të përbashkët dhe duket qartë që komunikimi juaj ka mbaruar, ai nuk pranon të flasi më me ju, edhe pse ti kërkon që ti jesh përballë tij dhe disa gjëra t'ia thuash në sy. Po normale, se e ka trajtuar motrën time si kafsh. E dashur Lindita, por përpos hallit që keni me motrën, e cila ndodhet në shtrat, keni dhe një mbes që jeton me babain dhe Mbesën ne e duam, po nuk e le i. Nuk e le i që të vej ta marri vaj, ta marri një javë, ku ka pushimet, një muaj, edhe ta qoj da i, se s'ka, baba im, s'ka lek që ta marri ori minutë. Se me intencion është babi, me 160.000 lek qa do bej, vlaj po, me ato ditë që vjen këtu në Greqi 3 muaj qa do bej, sa do e kemi ndihmuar dhe ne, patëm edhe aullin e mamas, na qëlloj këshuja. fatkeqësi njëra pas tjetrës. Por unë jam e sigurt që mbesa do rritet dhe disa gjëra do t'ju kuptoj qartë dhe padyshim që nuk do ndahet nga ju. Normale, do ta kuptoj, po dale sa është e vogël. Por Është e vogël. duke ditur që ai ka qenë një bashkëshort jo i denj, ai mund të jetë dhe një baba jo i denj dhe për vajzën e vet. Qa të bej una? Unë nuk kam qa të bej. Qa të them una? Ku ta qoj? Unë ta uroj me zemër Lindita që të bëhet më e mira për motrën tënde e Tleva dhe për mbesën tuaj. Uroj të bëhet më e mira, i uroj jetë dhe shëndet e Tlevës. Faleminderit shumë. Të gjitha këto probleme të zgjidhen një ditë, uroj që mbesën ta keni afër, por dua ta mbyll me një mesazh dhe dua mesazhin tënd për Etlevën që gjithë qëllimi është që ajo të marrë një këmbë dhe çfarëdo që të ndodhi në jetën e saj të ketë para për që të shkojë në një vend dhe të kujdesen të tjerët. Atë të ndonë, të marrë dhe ajo një këmbë që ta ndihmojnë dhe ne, se sa do ta ndihmojnë dhe neve. Sa do ta ndihmojnë? Ja, punoj ju këtu 10 orë, më 500 euro. 10 orë. E qartë. Emigracioni nuk është fush me lule, unë e di këtë gjë, e kuptoj, por vetë Etleva çfarë të thot? Kur e ke takuar për herë të fundit, thot diçka? Po të bej, thot. Dua të ngrihem, po s'ngrihem dot, thot. Sa të bej, thot. Por ajo është dakord që në një të ardhme mund të përfundojë në një qendër? E pranon këtë gjë? Nuk e di, nuk e kemi thënë fare, ashtu. Nuk e kemi thënë fare. Por do marrim në një shtëpi aty, që ta shërbejnë aty, ja. Punëtore, në shtëpi. Po. Por ajo me mendjen e saj kërkon ribashkim me burrin. Ku di gjë, se di. Di gjë që se ka truri tani, se si punon dhe mirë truri, po. Mirë, Lindita, ne ishim të dyja së bashku, ti denoncove këtë ngjarje, më tregove historinë e motrës tënde e Tlevës që është 43 vjeç, në një karike me rrota dhe jeton në Kuçov, ku është babai i saj që kujdeset, më tregove edhe gjithë arsyet pse ju e keni të pamundur që ta mbani aty në Greqi e Tlevën, u bëft më e mira për të dhe për vajzën. Uroj që ajo ta përfitoj kempin, unë të premtova që do bëj gjithçka sepse e meriton. Kështu që do mbetemi të dyja bashkë në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit, edhe unë të put fort nga Greqia.
Mirë të dashur miq, e dëgjuam këtë histori të dhimbshme të Etlevës 43 vjeçare, e cila fatkeqësisht ka përfunduar në një karrike me rrota dhe e ka të vështirë të takojë vajzën e saj 11 vjeçare. Urojmë dhe lutemi që ajo të ketë një shërim sa më të shpejt, ashtu siç mjekët pretendojnë, por motra nuk e beson këtë gjë, ndaj vendosi të hyjë këtu në live me Odetën për të kërkuar ndihmën time që motra të marrë kempin e plot atë që meriton dhe një kujdestar, pasi gjendja e saj është e vështirë. U boft më mira për Etlevën dhe mos të ndahet kur nga vajza e saj 11 vjeçare. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me ju me këto histori. Mirupafshim dhe takohemi nesër.